Artan Hoxha është një nga ekspertët më të njohur të ekonomisë shqiptare. Ai ka lindur më 19 nëntor 1964 në Fier dhe studimet universitare ka kryer në Fakultetin e Gjeologjisë e Minerave të Universitetit Politeknik të Tiranës, ndërsa ato pas universitare master në ekonominë e mjedisit dhe energjisë në shkollën pas universitare Enrico Mattei të grupit Eni Itali. Ka punuar për 2 vite në ndërmarrjen shpim-kërkim të gazit në ulëtërësirën e Bregdetit dhe në vitin 1991 drejtoi Partinë Demokratike në Durrës. Pas fitores së zgjedhjeve më 22 mars 1992, ai u bë ministri i tregtisë me jashtë, duke u bërë edhe ministri më i ri në historinë e Shqipërisë. Që nga viti 1997 e në vazhdim, ai mban detyrën e presidentit të Institutit të Studimeve Bashkohore. Po ashtu, Artan Hoxha ka qenë antar i Këshillit të Administrimit të Universitetit të Tiranës, antar i bordit këshillimor të Qendrës Kërkimore për Evropën Juglindore në Selanik të Greqisë, antar dhe drejtori i bordit të drejtorëve të Qendrës së Arbitrimit dhe Ndërmjetësimit Tregtar, si dhe antar i bordit këshillimor të Radio-Televizionit Ora News. Përgjatë karrierës së tij mbi 20 vjeçare, Artan Hoxha ka kontribuar në përgatitjen e politikave, strategjive dhe ligjeve më të rëndësishme të lidhura me reformat ekonomike dhe institucionale, ndërsa ka punuar ngushtë me gjithë qeveritë shqiptare, përfshirë ato të Ilir Metës, Pandeli Majkos dhe Fatos Nanos. Vitet e fundit ka luajtur rol thelbësor në ngritjen e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, Qendrës Kombëtare të Licencimit, reformimin e sistemit fiskal, krijimin e gjykatave administrative dhe aktualisht po punon për reformimin e sistemit institucional e ligjor të inspektimeve administrative mbi biznesin. Artan Hoxha është një nga opinionistët e njohur lidhur me çështjet ekonomike, ligjore, institucionale dhe politike, me një aktivitet të spikatur mediatik në median televizive dhe shtypin e përditshëm.